provoi të hyj, por nuk mundi. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Qitaku, së bashku me deputet të tjerë, ka tentuar të hyjë në ndërtesën e qeverisë, por është ndaluar nga sigurimi i objektit. Ata kishin për qëllim ta thirrin kryetarin e lëvizjes vetëvendosje për të shkuar dhe për ta konstituar kuvendin. Për thirrjen e seancës, sipas deputetit të PDK-s Përparim Gruda, përgjegjësia i takon deputetit Avni Dehari, të cilin e çoi në prokurorinë speciale. Partia Demokratike e Kosovës sot do të depozitoj një kallëzim penal në prokurorinë speciale ndaj deputetit Avni Dehari, i cili, siç e dini, për shkak të moshës është drejtues i seancës konstituive ose kryesues i saj, dhe detyrë të cilën ai nuk po e ushtron në përputhje me rregulloren e punës së Kuvendit të Kosovës dhe me Kushtetutën e Kosovës. Në protestën e sotme të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës para qeverisë, i janë bashkuar edhe disa nga deputetët e aleancës, si dhe asamblejist e aktivist nga Shtimja dhe Fushë Kosova.